بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Në emër të Allahut të gjithëmëshirshëm, mëshirëbërësit. Vetëm të Allahut janë gjithë çka ka në qiell dhe çka ka në tokë. E për atë që ke në shpirtin tuaj, e shfaqet haptasi ose e mbajtet fshet, Allahu do t'ju marrë në përgjithësi. I ja fal atij që do dhe dënon atë që do. Allahu ka mundësi për çdo send. I dërguari i besoi asaj që ju shpall prej Zotit të tij, e ashtu edhe besimtarët. Secili i besoi Allahut, engjëjve të tij, shpalljeve të tij, të dërguarve të tij, ne nuk bëjmë dallim në asnjërin nga të dërguarit e tij dhe thanë, ju përgjegjëm thirrjes dhe respektuam urdhrin. Kërkojmë faljen tënde o Zot ynë, vetëm te ti është ardhmëria jonë. Allahu nuk e obligon asnjë njeri për te mundësisë së tij. Atij, njeriut, i takon ajo që e fitoi dhe atij i bie ajo e keqe që e meritoi. Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë. Zoti ynë,
mos na ngarko neve barë të rëndë siç i ngarkova ata që ishin para nesh. Zoti ynë, mos na ngarko me atë për cilën ne nuk kemi fuqi. Na e shlyje mëkatet, na e mbolo të këqijat, na mëshiro. Ti je mbrojtësi ynë, na ndihmo kundër popullit pabesimtar. Ka thënë vërtetën Allahu xhalla shanuhu. Vëllezër dhe motra të nderuara, Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Falënderimet dhe lavdërimet tona gjithmonë qofshin për Allahun xhalla shanuhu. Përshëndetjet tona më të mira, për herë me salatë dhe selamet qofshin mbi zotërinën tonë, pejgamberin tonë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi mbar ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Takohemi sërish në një emision tjetër, në emisionin tonë tradicional para iftarit, duke lutur Allahun xhalla shanuhu që edhe për ditë të sotme të agjërimit tonë, Allahu të na ketë pranuar agjërimin e kësaj dite të tretë Ramazanit, Allahu të na ketë pranuar adhurimet tona, duat tona, namazet tona dhe çdo gjë tjetër që e munduar ta bëjmë vetëm për hir të tij. Me neve sonte mysafir i imi dhe juaj është sekretari i Këshillit Bashkisë Islame në prezant Magjistër Orhan Efendi Bislimaj. Orhan Efendi, mirë se keni ardhur. Patjetër që neve në këtë ditë Ramazanit po mendojmë Orhan Efendi të flasim, të marrim tematika të ndryshme, jo vetëm se përket muajit Ramazanit, por edhe tematika të tjera që ndoshta shpesh herë na lidhin edhe me imanin, me besimin tonë. Tematika këto për cilat ndoshta pak është folur në mas, për cilat pak janë treguar argumentet nga Kurani apo nga Suneti dhe për cilat njerëzit hezitojnë ndoshta edhe për të folur. Por ne sonte kemi zgjedhur një temë pra që është imani dhe përmirësimi i ndërgjegjës njerëzore. Çka mund të na thoni për fillim për këtë temë? Urdhani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Si gjithmonë, falënderimi dhe mirënjohja absolute janë vetëm për Allahun xhalla shanuhu. Salavatet, selamet janë për më të dashurin e tij Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij shumë të pastër dhe fisnike, për shokët e tij shumë të ndershëm dhe besnik, dhe për të gjithë ata edhe për ne të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Lejoni që të falenderoj për ftesën edhe që përgëzoj për zgjedhjen e temës në këtë muaj mubarek, në këtë muaj të madhreshëm të Ramazanit. Edukimi i ndërgjegjës njerëzore ndoshta është ajo poenta qendrore dhe është burimi kryesor për nga njeriu, individi fillon të mendoj ndershmërisht dhe të veproj ndershmërisht. Allahu xhalla shanuhu nëpërmjet Kur'anit, nëpërmjet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, njerëzimit i ka ofruar një platformë, një udhëzim nëpërmjet të cilit secila shoqëri që përqafon këtë udhëzim do të ketë mundësi të bëjë transformime të vërteta, transformime të mirëfillta në kuptimin pozitiv. Në këtë kuptim edhe edukimi i ndërgjegjës njerëzore është pikrisht ajo pika që Allahu xhalla shanuhu e ka synu tek individi secili veç e veç. Se nëse do të dëshironim të kenim një shoqëri të shëndosh, nuk do të mund të kemi shoqëri të tillë pa patur individ të shëndosh. E nëse do të dëshironim të kemi individ të shëndosh, nuk do të kemi mundësi të kemi pa patur njerëz, individ me ndërgjegje të shëndosh. Edhe ndërgjegja në këtë rast na del si një pikë referim i individit
për të synuar më të dje transformimet e shëndosha edhe në nivel të shoqërisë. Mirë, Efendi, atëherë çka mund të themi, çka është ndërgjegja dhe çfarë është roli i saj në shoqëri? Natyrisht ndërgjegja e që njerëzit shpeshherë përdorin se filan njeri kish ndërgjegje ose filan njeri s'kish ndërgjegje. Kish karakter, s'kish karakter. Është një veti shpirtërore e individit. Apo thënë më ndryshe, është një kontrollues shpirtëror i individit e cila i orienton bindjet, pikpamjet e njeriut dhe i mundson individit që të shoh pasojat e veprimeve të tij. Me pak fjalë, kësaj do të mund ta përkufizonim ndërgjegjen. Dhe nëse ndërgjegja është e këtill dhe ajo padyshim se është e këtill, atëherë roli i saj tek individi është i jashtëzakonshëm. Allahu e ka përmendur në Kur'an ndërgjegjen kur na ka thënë وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Kur Allahu thot, ne e kemi krijuar njeriun dhe ne e dim se çfarë ai përshpërit në vetveten e tij. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, dhe ne jemi më afër tij se sa që ai është më afër damohet vetë të qafës. Me këtë fjalë, Allahu Gjalla Shanuhu po vërteton ekzistimin e një ndërgjegje tek individi. E që në fakt është pikërisht ajo vetvetja origjinale se cilit njeri. Është ajo që kur njeri është në vetmi dhe kur askush nuk e sheh, e bën atë monologun me vetveten e tij, me ndërgjegjen e tij, dhe shpeshherë pikërisht kjo ndërgjegje është ajo që e përgëzon, po është edhe ajo që qorton këtë njeri. Është ajo që e kritikon, është ajo që e udhëzon. Ai momenti kur njeriu bën monolog me ndërgjegjen e tij, në fakt e pasqyron realitetin dhe formimin e individit se në çfarë bazash është formuar. Është shumë e rëndësishme se kjo ndërgjegje në çfarë aspekti i drejtohet vetë individit. Se ne jemi në muajin e agjerimit, në muajin e madhrueshëm, dhe nëse dikush është gëzu për ardhen e këtij muaji, apo nëse është hidhru për ardhen e këtij muaji, ato ne nuk mund ta dim, secili njeri e din, ndërgjegja se cilit individ e di këtë. E shpalli publikisht apo nuk e shpalli publikisht. Me gojë ne mund të themi diçka tjetër, ndërkohë që ndërgjegja jonë e ruan atë origjinalitet që besohet te Allahu Gjalla Shanuhu. Nëse i gëzohemi ardhes së muajit të madhreshëm, atë padyshim që kjo është vetvetja jonë origjinale. Dhe gjithçka tjetër që mund të themi dhe të deklarojmë publikisht që bie në kundërshtim me këtë vetveten tonë, kjo nuk merret parasysh, por merret parasysh ajo që është origjinale. Dhe e kundërta. Nëse ne hidhrohemi për ardhen e muajit të agjerimit, po në anën tjetër deklarojmë publikisht se po i gëzohemi muajit të agjerimit, në fakt ne jemi duke thënë ato që nuk është vetvetja jonë. Se vetvetja jonë është ndërgjegja jonë që thotë ai dhamirihi, ajo esenca, brumi, originaliteti e secilit individ. Dhe në këtë kontekst padyshim që roli i kësaj ndërgjegje është i jashtëzakonshëm tek individi. Sepse ja mundson që ta sheh një çështje të caktuar, e orienton pikpamjen e njeriu për një çështje të caktuar, dhe të njëjtit individ ja mundson që t'i shoh pasojat e atyre veprimeve që ai i bën. Nëse ndërgjegja është e burmosur me besim në Zotin Gjallë Shanuhu, kjo ndërgjegje do të ketë
rolin konstruktiv të individi. Do të ketë frymëzim produktiv. Dhe ky individ nuk do të mund të mendojë ndryshe, nuk do të mund të dalë jashtë domenit të kësaj ndërgjegje. Dhe kjo ndërgjegje që është e brumosur mirë, e fuzionuar mirë me besimin, me imanin në Zotin Gjellëshanu, do të filloj për njërin që të këshilltari më i rëndësishëm, më i mirë. Do të filloj ta udhëzoj edhe në momente të vështira, në momente jo të vështira, po edhe në momente të drimit, edhe në momente të gëzimit. Në të gjitha rastet do të jetë e pandashme. Edhe ky njeri që e ka këndërjetë të brumosur me besimin në Allahun Gjellëshanu, do të jetë individi produktiv dhe konstruktiv në veprimet e tij dhe kësaj në shoqërinë të cilën jeton. Nuk do të mund të dalë jashtë vetvetes. Nuk do të mund të veproj diçka që bie ndesh me vetveten. Sepse ne shpeshherë kemi pasur rastin edhe nga përvoja jonë. Nëse kemi bërë ndonjë veprim, kemi lëshuar ndonjë fjalë ofenduese ndaj dikujt, e që na ka hiksi lapsus lingua, si një gabim pa dashje apo nga afekti, më pastaj ajo ndërgjegja jonë na ka qortuar. Edhe atë kur askush s'na ka pa, edhe të tjerë s'kan qenë me ne. Kjo ndërgjegje na ka qortuar për atë veprim që e kemi bërë. Dhe në fakt, kjo ndërgjegja që po jep këtë qortim është originaliteti i këtij individi. Se kësaj është i brumosur, por rastet e afekteve janë përjashtime. Është vërtet në rastet kur bëhet një mëkat ose kur bëhet një gabim, është vërtet që njeriu edhe pse atë nuk e shfaq haptazi për ai në vetën e vet, ndjen një farfaj për atë gabim që e ka bërë, edhe pse ndoshta nuk mund të gjejmë mënyra për ta shfaqur apo për ta theksuar atë. Ja, pikërisht është kjo, kur njeri që është i brumosur, kur ndërgjegja që është e brumosur, e fuzionuar me iman në Zotin Gjellëshanu, me mësimet e Kur'anit dhe me udhëzimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ajo ndërgjegje do të fillojnë ta qorton besimtarin kur gabon, kur bën ndonjë mëkat. Do të fillon ta qortoj muslimanin i cili nuk agjeron dhe nuk e lë rahat. Roli i saj është rol pozitiv, por e kundërta kësaj, kur ndërgjegja nuk është e brumosur si duhet, me iman Zotin Gjellëshanu, dhe intensiteti i imanit në zemrat e individëve, e muslimanëve, të besimtarëve valvitet. Disa e kanë një iman stabil në zemrat e tyre. Disa të tjerë imanin e tyre në zemrat e tyre që kanë nuk e ujitin, sikur një lule e cila është në saksi. Nëse nuk e ujitin, ajo mbetet në saksi asisoj, por nuk jep zhvillim, nuk jep fryta. Por nëse e ujitim, ajo fillon të zhvillohet. Ngjashmërisht edhe me imanin e individëve. Nëse imani vazhdon të pasohet me zbatim të veprave, me aplikim të ibadetit ndaj Zotit Gjellëshanu, ai iman fillon të rrezatojë në zemrën dhe në shpirtin e individit. Jep rol konstruktiv dhe ky individ do të jetë njëri prej anëtarëve më të devotshëm të shoqërisë. Por nëse kjo nuk është kësaj dhe ndërgjegja e këtij e individit nuk është e brumosur me iman Zotin Gjellëshanu, atëherë ky individ dhe kjo ndërgjegje te ky individ nuk do të japë rolin e duhur konstruktiv. Sepse do ta frymëzoj, do ta udhëzoj me ato çfarë është brumos ndërgjegja. Me ato çfarë është brumos ndërgjegja. Për shembull, kush mund na ndalojë neve mos me prish agjërimin përveç ndërgjegjes tonë? Na kemi filluar të agjërojmë. Edhe në këto momente kur po flasim, jemi duke agjëruar. Por a mundemi që ta prishim agjërimin pa na pa askush? Natyrisht se mundemi që ta prishim agjërimin. Nëse njëri vetëm pak vetmohet prej shoqërisë, prej njerëzve,
i mjafton që ai ta pi një gotë ujë dhe ta prish agjërimin. Po kush është ajo që neve nuk na lën që ta prishim agjërimin? Pikërisht është roli i ndërgjegjes që nuk na lën mukorit para Zotit xhaleshanu. Tash kur themi se filan njeri kish karakter, kish ndërgjegje, të njëjtën gjë e themi filan muslimani kish ndërgjegje, tash kish ndërgjegje para Allahut xhaleshanu, që nuk po mund ta prish agjërimin e mukorit para Allahut. Por do të agjëroj dhe është në gjendje që të qëndroj shumë orë brenda ditës, madje mbi 6-17 orë brenda ditës, pa bukë e pa ujë, vetëm që mos skoritet para Zotit xhaleshanuhu, dhe kjo është një rezultat i asaj ndërgjegjes, i atij originalitetit të individit, i asaj ndërgjegjes të pastër, të brumosur me iman në Allahun, e cila e udhëzon vetë se mirë dhe nuk mund ta udhëzojë ndryshe apo keq. Po mirë, atëherë cila është strategjia e besimit fesë islame për ndukimin e kësaj ndërgjegjes njerëzore? Çfarë strategji ka bërë feja islame? Allahu xhalla shanuhu i është drejtuar ndërgjegjes së individit dhe roli i islamit në shoqëri është me karakter të një sistemi edukativ. Periudha mekase, kur ka filluar të zbes Kur'ani në periudhën e parë, se shpallja e Kur'anit ka ardhur në dy periudhat, në periudhën mekase dhe në periudhën medinase. Ne të gjithë e dimë që në periudhën e parë, pra në periudhën mekase, të gjitha ato shpalljet, përmbajtja e citateve, e ajeteve, e fjalës së Allahut xhaleshanuhu ka qenë orientuar në transformimin shpirtëror të njerëzve, në transformimin e mbrëmshëm të individëve. Dhe Islami formaliteteve pak i hiq, nuk është i dhënë që t'i kushtojë një rëndësi të veçantë formaliteteve. Edhe pejgamberi alayhis salatu wasalam në hadithet e tij na thotë se Allahu nuk shikon në fizionominë e juaj, por Allahu e shikon në ato që gjenden në brendinë e juaj, dhe me atë rast pejgamberi alayhis salatu wasalam thotë at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi. Ka thënë se devotshmëria është këtu në zemër dhe ka bërë me dorën e tij te gjoksi. Devotshmëria 3 herë ka përsëritur këto, duke sinjalizuar se devotshmëria në Allahun xhaleshanu dhe ai burimi për nga vjen transformimi individit në kuptimin pozitiv të tij është pikërisht nga ai aspekti shpirtëror, nga pjesa e mbrëmshme dhe jo nga ato deklarative që duken. Dhe ky sistem jetësor që Islami e ka ofruar për njerin, nuk ka ofruar një sistem që njeriu nuk mund ta arrijë. Ka ofruar një sistem që është natyrshmëria e njeriu. Se Allahu në Kur'an ka thënë për Islamin si platformë. Sibgat Allah. Wa man ahsanu min Allahi sibga. Është ngjyrose për Zotin xhaleshanu. Dhe kush mund ngjyros më mirë se Zoti xhaleshanu? Allahu na ka ofruar Islamin si një sistem jetësor, i cili përmbush dhe ky sistem jetësor i drejtohet me norma të veçanta, edhe aspektet të mbrëmshëm tonë shpirtëror, edhe aspektet të jashtëm. I drejtohet individit në të gjitha aspektet e tij. Ne për shembull jemi apo sistemet e ndryshme që janë vendosur për njeriu, përveç këtij sistemi islam. Ato sisteme, ashtu si thonë edhe mendimtarët e ndritshëm, janë bërë për njeriu, po nuk janë bërë për shtatin e tij. Prandaj edhe nuk i kanë rënë tamam. Ne mund të numërojmë shumë sisteme që kanë ndruar njerëzimin. Për një ideologji ka kaluar në një ideologji të caktuar, për një sistemi në një sistem të caktuar. Feja islame është prekos, Kur'ani prekos e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Nuk i është nënshtruar asnjë ndryshimi, është një platformë që udhëzon individin. Është një sistem ku njeriu gjithmonë mund të merr mësim prej tij
edhe mund veprojnë në jetën e tij, qoftë në jetën e tij private, qoftë në jetën e tij publike. Dhe cilët janë ato norma që Kur'ani Allahu xhalla shanu i ka kushtuar rëndësi ndërtimit të individit. Ne mund si norma qendrore, si norma kryesore, janë ritualet fetare. Ritualet fetare janë paradigma apo janë, të themi, ato elemente qendrore që njeriun e ruajnë dhe udhëzojnë në ato vetë që janë të mira, në ritualet fetare. Rituali fetar apo ibadetet në Islam nuk janë vetëm ato që e mbajnë gjallë kujtesën e individit me fenë e tij. Jo, ritualet fetare, ibadetet e japin një rol konstruktiv sepse e mbrojnë individin nga përvecimi i tipareve të këqija. Domethënë, janë paradigmë, janë pararoj për individin që të mos marrë, të mos infiltrojnë nga jashtë tiparet të këqija. Kjo është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë. Pra nuk është rituali fetar një ibadet që ne qoftë me agjerimin, qoftë me namazin, e bëjmë vetëm sa të na ruajë një përfiturim fetar tonë çfarë jemi. Por jo se mbi të gjitha dhe si për të gjithave, rituali fetar, ibadeti e jep një rol ku ka çështje mbrojtje të individit që të mos marrë, të mos fuzionohet, të mos infiltrohet asnjë veti e ligë nga rrethi. Se sot më shumë të që mund vujmë edhe evoluimi ndërgjegjes ka ardhur pikërisht për shkak të infiltrimit të vetive të liga që mund të na servohen në shoqëri. Ne të gjithë dimë se ndoshta populli jonë musliman, shqiptarët, në trevat tona mbarkombëtare, mund të themi që para disa vitesh kanë qenë me karakter më të mirë, me një ndërgjegje më të pastër. Dhe shpeshherë kemi thonë kanë pas një sinqeritet, kanë pas një vllazniallëk, kanë pas një dashuri në mesin e tyre. Por me kalimin e kohës, sikur kjo ndërgjegje jona, po them, jo në gjitha rastet, ka fillu të psoj, tash në kuptimin negativ. Nuk e ka atë intensen e shëndoshmërisë si që ka pas dikur, por tash është fuzionu edhe me tipare, me vetit e tjera që nuk kanë qenë tipare të asaj ndërgjegje të dikurshme. Edhe sot si shqiptar, na mendojmë si që nuk kemi menduar dikur, vishme si që nuk kemi vesh dikur, ham, pim, gëzomi e hidromi si që nuk i kemi bar dikur, dhe këto janë ato pasojat që ndërgjegja jo nuk ka qenë imune për t'i rezistu këtyne infiltrimeve që kanë ardhur dhe që na janë servu nga ky ambient i jashtëm që megjithatë i nënshtrohet edhe servimeve të këqija. Dhe në këtë drejtim ibadeti është pararoja kryesore e individit. E ruan ndërgjegjen e tij. Dhe ndërgjegja që është e burmosur me ibadet në Zotin xhaleshanu, individi që është i burmosur me rrugën e xhamisë, ai është imun ndaj infiltrimeve të këtyre vetive të këqija që mund të na servohen nga mjeti jashtëm. Është imun. Sepse në momentin që i servohet një keqje nga jashtë, ai e ka ndërgjegjen e burmosur dhe e ka aq në nivel sa që është në gjendje që kjo ndërgjegje që jep leksionin e nevojshëm, duke i thënë se ajo që të servohet nga jashtë është e dëmshme dhe pa nevojshme për ty. Dhe ky individ që ka këtë ndërgjegje fillon të mos i absorboj ato që i servohen, përkundrazi fillon të kritikoj, fillon të distancohet prej tyre, edhe fillon të jetë kryengritës kundër tyre. Sikur që agjerimi është një kryengritje kundër mëkatit.
kundër egos e cila shpeshherë mundohet na rrëmbej. Ndërgjegja në këtë rast është kryengritse kundër ndërgjegja e brumosur si duhet, e edukuar si duhet, është një kryengritse kundër atyre të këqijave që na servohen. Edhe më shumti edhe ajo përpjekja më madhe që do duhej ta bënim ne është ta ndryshojmë pozitivisht gjendjen e brendshme se secilit individ. Kur do të arrijmë këtë ta bëjmë, atëherë ne nuk kemi nevojë shumë të merremi me ata njerëz, sepse harrova ta përmendi, ndërgjegja është kontrollues i vetvetes me vetveten. Kontrollues i vetvetes me vetveten. Në momentin që ne agjerojmë dhe këtë agjerim nuk e prishim, në këtë rast ndërgjegja neve na është shndruar në një kontrollues, në një mbikëqyrës të vetvetes tonë me vetveten tonë. Unë këtu duhet ta tregoj veç një moment që pak ndoshta edhe është si atraksion, kur hoxhallarët përpara kanë shkuar në përdhoma. Edhe kur ju kanë treguar ders xhamatit, ata që kanë qenë prezent kanë shprehur interesim për dersin e hoxhës edhe janë kënaqur me fjalët e Allahut, me fjalët e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Dhe në një moment njëri prej atyre që ka qenë prezent po i thot: "Hoxha Efendi, kur po na folesh ti për fen, po na kthehet zemra. Mirë po, kur po largohemi prej teje, apet na po vazhdon me tonën." E hoxha i thot: "E po ku me gjet mja vendos juve se cilët kanë një hoxh në shtëpinë që ai më dhon leksione e më thon e më këshillua." E në këtë rast, në momentin që ndërgjegja është e brumosur me iman Zotin Xheleshanu, është kontrolluesi më origjinal, më i fortë i individit. Në këtë rast njeriu është mbikëqyrës i vetvetes me vetveten. E feja islame i ka kushtuar rëndësi dhe i kushton rëndësi transformimit shpirtëror të individit, sepse kur transformohet individi shpirtërisht, nuk do të mund të veprojë ndryshe. Ai është në këtë linjë. Edhe ne jemi dëshmitarët më origjinal se i shohim besimtarët, shohim në shoqërinë tonë, edhe ata cilët janë në rrugën e xhamisë, edhe ata cilët nuk janë në rrugën e xhamisë. Ndoshta ai po them më pak që mund të jetë i përkushtuar ndaj ibadeteve, ai është një më konstruktiv i shoqërisë. Edhe pse nuk është shumë i përkushtuar, për shembull në 5 kohët e namazit, apo nuk është praktikues i rregullt i ibadeteve. Megjithatë, nëse vetëm pak i pulson zemra iman, nëse vetëm pak pulson ndërgjegja e tij si duhet, ai besimtar që e ka hatrin e Allahut është njeri konstruktiv i shoqërisë. Nuk mund të jetë njeri destruktiv për shoqërinë. Në fillim, me të vërtetë një strategji gjithëpërfshirëse e fesë islame në edukimin e kësaj ndërgjegje, gjë të cilën sikur njerëzit lexonin më shumë, sikur njerëzit praktikonin, ndoshta nuk do të vinim në këtë shkallë, në këtë drejtë të uljes së karakterit ton, moralit ton në shoqëri përgjithësi. Pra, një strategji gjithëpërfshirëse e fesë islame. Do të vazhdoj me një lehi për të kthyer sërish me ju. Të nderuar shikues, gjitha emisionet tona mund të ndiqni edhe nëpërmjet faqes sonë në internet www.rtvbesa.com, gjithashtu edhe në YouTube, pra faqet tona, por edhe në Facebook ata mund të na ndiqni. Pra sonte mysafir tonin edhe të juaj ne kemi të ftuar edhe muezinin e xhamisë së Kurillës, Agim Gashi, i cili na lexoi disa jete, por edhe tash do kishim lutur të na lexoj ndonjë ilahi. Ozaki. Jemi ardhur ke dunja për me ditë ka Allah. Jemi ardhur ke dunja për me ditë ka Allah. Ati me ju luturna, La ilaha illallah.
ati me ju lutuna, la ilaha illallah. Ibni Shamsi e ka shku, Zotin gjennet me në qu. Ibni Shamsi e ka shku, Zotin gjennet me në qu. Mësoja ilmin fmive tu, la ilaha illallah. Mësoja ilmin fmive tu, la ilaha illallah. Hem Allahun kush e dan, dhe Allahu atë dan. Hem Allahun kush e dan, dhe Allahu atë dan. Me melek cennet e çan, la ilahe illallah. Me melek cennet e çan, la ilahe illallah. Hem Allah'un kursedan, ve Allahu atsedan. Hem Allah'un kursedan, ve Allahu atsedan. Me şeytan cehenneme çan, la ilahe illallah. Me şeytan cehenneme çan, la ilahe illallah. Yarın yarın. Yarın yemek ne oluyor? Zotit lutju dhe i beson, rrugës ti mos ju largon. Përveç ti tjetër nuk ka, la ilaha illallah. Përveç ti tjetër nuk ka, la ilaha illallah. Zoti dashur ty t'madhrojm, me namaz të adhurojm. Ti e një tjetër nuk ka, la ilaha illallah. Ti e një tjetër nuk ka, la ilaha illallah. Zoti botën ka kriju, pejgamber na ka dërgu. Përveç ti tjetër nuk ka, la ilaha illallah. Përveç ti tjetër nuk ka, la ilaha illallah. Nëse vllati shpëtim don, jetoti si musliman. Don gjennetin për me pa, la ilaha illallah.
ndon gjennetin për me pa. La ilaha illallah. Faleminderit Alim, një falënderim veçantë edhe një herë të nderuar të shikues. Gjithëtyre muezinë të qytetit të cilët i majnë minarët tona me ezanët të cilat thirren 5 herë në ditë. Pra, për çdo ditë po mundohemi të kemi muezinë të qytetit. Dhe sonte pra ishte me neve muezini i xhamisë së Kurillës Agim Gashi, i cili pra me zërin e tij të bukur na bëri që neve dëgjojmë Kur'an dhe disa ilahi. Vazhdojmë neve me emisionin tonë me të ftuarin tim tuaj sonte, Magjistër Orhan Efendi Bislime, sekretar në Këshillin Mbretëror Islame në Prizren, që jemi duke folur prapë për temën imani dhe përmirësimi i ndërgjegjes njerëzore. Orhan Efendi, mirë, atëherë çka mund të themi, cili është reflektimi i ndërgjegjes së edukuar në jetën e përditshme në jetën tonë? Ne pak a shumë sqarojmë një sistem të Islamit që i ofron njeriut ky sistem që në fakt është një platformë për gjininë njerëzore në përgjithësi, për shoqërinë njerëzore, dhe ai i cili e përqafon këtë sistem, ai do të filloj të transformohet pozitivisht dhe veprimet e tij, pikpamjet e tij, orientimet e tij janë në ata që Allahu xhalla shanu është razi dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam është i kënaqur. Kjo platformë nuk jep reflektim tjetër përveç asaj që është natyrshmëri për njeriu. Është konvergjente me vetë tiparet njerëzore. Dhe ndërgjegja që është e brumosur me iman Zotin xhalla shanu është e atill që jep efektin pozitiv të individi. Harrum të përmendim se platforma e Islamit, qasja e fesë islame në përmirësimin e ndërgjegjes njerëzore, e thamë se është nëpërmjet ritualit, por nuk e përmendëm shumë namazin. Nuk e përmendëm edhe abdestin. Është interesant se Allahu xhalla shanuhu nëpërmjet ibadeteve ditore, sikur njeriu ja ka mundsu që ndërgjegjen e tij ta mbaj të kompletuar, ta mbaj në pjedestal më të lartë. Se janë 5 kohët namazit, edhe pejgamberi alayhis salatu wasalam në shumë hadithet e tij stimulon na porosit neve që të përmbahemi kohëve të namazit. Jo ta vonojmë sabahin deri në drek, ta vonojmë drekën deri në ishindi deri në akşam dhe kështu me radhë. Jo. Të përmbahemi orarit ashtu siç është caktuar, sepse menda 24 orëshit, ne në fakt nëpërmjet faljes së namazit arrim që ndërgjegjen tonë ta mbajmë, respektivisht vetën tonë ta mbajmë në kontroll të vazhdueshëm. Dhe ndërgjegja në këtë rast, kjo ndërgjegje e jep efektin pozitiv tek individi që ai të mos i nënshtrohet asnjë intrige që mund të vijë nga jashtë. Po kësaj e ka këtë rol edhe abdesti. Ne shpeshherë nëse marrim abdest për me fal namazin e drekës, dhe këtë abdest e ruajmë deri në namazin e qindis, atëherë me vetë faktin që jemi kujdesur të mos e prishim abdestin, kjo është një kontroll, një mbikëqyrje e vetvetes tonë me vetveten tonë, gjithmonë duke u referuar faljes së namazit të kohës së ashme. Në këtë rast namazit të qindis. Duke u referuar, ne e kemi kontrolluar vetveten tonë në vazhdimsi. Dhe kjo kontroll që ne i mundsojmë vetvetes tonë nëpërmjet ndërgjegjes tonë, është një sistem mbrojtës i individit. Një sistem ku Allahu ja ka mundsuar që secili individ ta mbrojë vetveten e tij dhe të udhëzohet. E po çfarë jep tash konkretisht kjo ndërgjegje? Në momentin që ne e kemi si duhet rregulluar sistemin mbrojtës
tonin si individ nëpërmjet kësaj ndërgjegje të burmosur me iman të pastër në Allahun xhalla shanu. Ne do të fillojmë të jemi konstruktiv ndaj vetvetes në radhë parë. Do të fillojmë të jemi kritik edhe të jemi këshillëdhënës ndaj vetvetes. Unë në këtë rast, sidomos kur pyetjet e vetkritika që më shumë të njeri vuhen për vetkritikës. Shumë njerëz, shumë individ të cilëve u pëlqen vetvete atyre, e kanë problemin se tek ata nuk ekziston vetkritika. Shumë besimtarë që sot nuk agjerojnë apo nuk janë praktikues të rregull të namazeve, edhe të aty në udhëresave dhe ndalesave të tjera që Allahu na ka sqaruar në Islam. Ata këtë bëjnë dhe vazhdojnë të jenë kësaj nga se nuk janë vetkritik ndaj vetvetes së tyre. Po themi gjithçka po ndolihet të ndërgjegja. Kur ndërgjegja është e brumosur, fillon të bëhet kritik ndaj individit. Ndërgjegja e udhëzuar fillon të bëhet kritik ndaj individit. Nëse kur vjen koha namazit sabahit, i thot pse nuk e falësh namazin e sabahit. Vjen koha drekës, vjen koha ikindis dhe kështu me radhë. Po edhe kur bën një veprim të keq, kjo ndërgjegje e kritikon, Nuk e le rahat. nuk e le rahat. Vlon diçka në brendësinë e tij, sikur Në brendësinë e tij se vet individi është arenë, është qenie dihotomike, qenie dualiste, ku tek ai gërshëtohen në të njëjtën kohë e keqja dhe e mira, imani dhe kufri. Dhe njeriu potencialisht është një arenë ku ndeshen interesat në mes të keqes dhe të mirës, në mes të imanit dhe kufrit. Edhe në këtë arenë, në këtë konfrontim, ndërgjegja, zëri ndërgjegjes është shumë vendimtar. Në momentin që ato prirjet instinktive të individit, që janë të dhënura ndonjëherë për keq, dhe ajo roli konstruktiv i ndërgjegjes që e uzon njerin për mirë, vin ndesh ndërgjegja e qartëson pozicionin. E qartëson pozicionin sepse nuk e lën që të bie prej e atyre prirjeve negative të ky individ. Edhe në fakt, njeriu që i ka këto tipare fillon të jetë vetkritik. Unë do ta përmendi vetëm atë rastin e sahabijët të pejgamberit alayhis salatu wasalam, Ebu Lubabes radhiyallahu ta'ala anhu, i cili kishte qenë vetkritik ndaj vetvetes. Por kjo vetkritik ndaj vetvetes së tij aq kishte qenë e ashpër saqë ai për një lëshim, për një gabim ishte bërë razi ta mbyste edhe vetveten. Dhe kjo ngjarje që na transmetohet në historinë islame implikon me luftën e Hendekut, kur pejgamberi alayhis salam pas shpërnguljes prej Mekës në Medinë, që kishte qenë rreziku shumë i madh për të dhe për bashkësinë muslimane të asaj kohe. Momenti më i rrezikshëm do të jetë lufta e Hendekut, kur në Medinë kur teksa ishte ky në Medinë, do të bëhen plane për kundërshtarëve për me ardhur tash edhe këtu në Medinë me sulmue. Dhe lufta e Hendekut në Medinë ishte fisi Beni Kurejda, që pejgamberi alayhis salatu wasalam patën lidh një marrëveshje të paqes, që të mos e ngucin njëri tjetrin. Por ja që kur armisht kundërshtarët erdhën fare afër Medinës dhe bënin plane ta sulmonin Medinën, fisi Beni Kurejda, që ishte fis hebrej, mendoi se ka ardhur fundi i pejgamberit alayhis salatu wasalam dhe me atë rast e prishi marrëveshjen me pejgamberin alayhis salatu wasalam. Kjo prishje e marrëveshjes shkaktoi një dëm të madh, një dëshpërim të pejgamberit alayhis salatu wasalam dhe të muslimanëve, edhe që përmendet edhe në Kur'an, sepse tashmë nuk ishte armiku vetëm nga jashtë që bënte plante të futej në Medinë,
përfilloi armiku edhe nga brenda me fisin Beni Kurejda. Dhe ata, po kundërshtarët nuk e arritën qëllimin që të futen në Medinë, këto dul triumfues pejgamberi alayhis salatu wassalam, tash mos të lëshohem në detajet e historisë. Dul triumfues pejgamberi dhe fisi Beni Kurejda, kur e panë që pejgamberi sa dul triumfues, u izoluan në kështjellat e tyre. U izoluan në shtëpitë e tyre dhe për mbi 20 ditë nuk kanë ndarë, nuk kanë lëviz. Nga Afrika për pejgamberit alayhis salam. Në këto rrethana, kur pejgamberi planifikon të mirë pak më seriozisht me urën të Allahut, se me laçet i erdhën dhe i thanë pejgamberit, ti ke lënë armët, por ne nuk i kemi lënë armët Allah, dhe ke punë me fisin Beni Kurejda, të cilët ta thujnë besën që kishe me ta. Atëherë pejgamberi udhëzu për Allahut me shku me luftu me fisin Beni Kurejda. Por ja që teksa ata ishin mbyllur në kështjellat e tyre dhe nuk dinin, u bën marak se çfarë plane ka pejgamberi alayhis salam për ata. Qysh me marrë vesh, si ndërmjetësues do të jetë sahabiu Ebu Lubabe radiallahu ta'ala anhu. Nga se të ja pjesa ku ishin fisi Beni Kurejda, ky sahabi i pejgamberit alayhis kishte qenë koishi, kishte pas pronat e tij dhe në një farë aspekti njihej me ta. Dhe pejgamberi e çon Ebu Lubaben tek ata që të konsultojë, që t'ju bëjnë ftesë, që të dalin prej kështjellave dhe kështu me radhë, që të dorëzohen. Por duke thënë që të ruaj sekretin, të mos i tregoj asgjë atyre për asaj që bënte plan pejgamberi alayhis salatu wassalam. Kur shkon Ebu Lubabe në bisedë me ta, ata i thënë fisi Beni Kurejda se çfarë plane ka pejgamberi dhe sahabët muslimanët për ne, pra për fisin Beni Kurejda. Ebu Lubabe ja bën me dorë se duke prek qafën e tij, duke ja bërë atyre me dije se i pres vdekja. Dhe ky gjest i Ebu Lubabes menërani ishte një të kalimi kompetencave të tij dhe me këtë rast ajo dëshmor shumë dhe ndërgjegjja e tij e pastër besnikë ndaj Allahut dhe ndaj pejgamberit alayhis salam nuk e la rahat. Duke i thonë kjo ndërgjegje pikërisht i tha se ti o Ebu Lubabe e tratove Allahun dhe pejgamberin se nuk e kishe këtë kompetencë që tregoi atyre se çfarë i pret. Edhe tek e fundit akoma nuk di epilogu përfundimtar. Atëherë Ebu Lubabe do të fillon të izolohet edhe lidh vetveten e tij për një shtyllë të xhamisë së pejgamberit alayhis salatu wasalam në Medinë dhe për 6 ditë ka qëndruar i lidhur në atë shtyllë pa hangër dhe pa pi dhe transmetohet, thuhet se vazhdimisht është alivanos nga ajo që nga gjendja e tij shëndetësore, por nuk e ka liruar vetveten duke thënë se nuk e liroj derisa të vjen vetë pejgamberi alayhis salam me dorën e tij me liruar. Dhe pejgamberi e ka liruar Ebu Lubaben prej kësaj duke thënë se Allahu ta ka pranuar pendimin, por me atë rast zbet ajeti Kur'anit ku Allahu xhalla shanuhu i drejtohet muslimanëve: ja eyyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. O ju musliman, o ju cilët keni besu, mos e trajtoni Allahun dhe pejgamberin e ta trajtoni emanetin me sa ju të dini këtë punë. Mos e trajtoni Allahun dhe pejgamberin. Imani ndërgjegja brumosën është kritikuese ndaj muslimanit që të përmbahet urnave të Allahut, të mos e trajtoj rrugën e Allahut, rrugën e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Në vendin ndoshta ka edhe shumë për të folur, por sigurisht pasi që ja ka nisë vjen era pitajka edhe që bapa për këtu në qendër të qytetit, pra kjo na sinjalizon edhe ardhmën iftare. Edhe njerë të falenderoj në emër timin, në emër TV-besës, gjithë këtyre kolegëve këtu, që gjetët kohë sonte edhe bashkë me gjithë të teleshikues që na ndoqën dhe do të na ndjekin edhe në vazhdim, na freskonin me këto fjalë, me të vërtet një temë që ndoshta nuk është diskutuar më herët, për cilën ndoshta njerëzit ndonjëherë edhe te kalojnë nga frika se do të keq kuptohet, nuk do të keq kuptohet dhe gjëra të tjera të cilat përgjithë i marrin pra me mendime
si do të pritin. Edhe një të falenderoj për kohën që gjetët, Allah xhaleshani ju ruaj dhe shpërblet me të mirët e tij. Faleminderit shumë. Të nderuar të shikues, mesazhi i sonte në letjet ajo për cilën ishte pyetur pejgamberi alayhi salatu wassalam nga një shok i tij i cili kishte ardhur pra në një tubim kur ishte ai së bashku me sahabët e vet, siç transmeton më pas pejgamberi tregon se ishte pra Meleku Xhibril, ishte pyetur mel ihsan, çka është mirësia? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në përgjigjen e tij kishte thënë an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam tarah fa innahu yarak. Mirësi është të adhurosh Allahun xhaleshanuhu sikur të sheh ai. E nëse ti nuk e sheh atë dije se ai të sheh ty. Prandaj mundohemi që ibadetet tona, adhurimet tona t'i bëjmë për herë vetëm për i Zotit. Pa munduar që çdo ibadet, çdo adhurim, qofshin namaze, qofshin agjerim i cili është një prej ibadeteve sekrete, një prej ibadetet të fsheta, qoftë ndonjë ibadet tjetër gjatë muajit Ramazanit, ajo që neve mundohemi të japim sadaka, të mundohemi t'i bëjmë për i Zotit, pa patur pra atë dëshirën që njerëzit na shohin, na thonë faleminderit dhe gjëra të tjera pra sa për sy e faqe. Allah xhaleshanu qoftë razi me gjithë ata që me të vërtetë mundohen gjatë jetës së tyre, bëjnë vepra të mira dhe mundohen që gjithmonë me këto vepra të mira edhe njerëzit rreth tyre që janë pra të jenë të kënaqur. Ju përshëndes unë duke shpresuar pra që do të keni iftar të këndshëm dhe duat tuaja që të bëni para iftarit, para ezanit, t'i bëni me sinqeritet duke lutur Allahun xhaleshanuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Faleminderit. Mirë se erdhe, me fat muaj i Ramazanit, Evropa, llokum dhe praline.